Federata Shqiptare e Arteve Marciale Mikse organizoi edhe këtë vit kampionatin kombëtar të arteve marciale mikse me pjesëmarrjen e rreth 60 sportistëve. Në garën e zhvilluar këtë të diel morën pjesë 10 klube nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Mes emocioneve të ndeshjeve, të cilat janë përgatitur prej kohësh të rinjt, përcollën edhe mesazhe për bashkëmoshatarët e tyre, duke i ftuar të orientohen drejt sportit dhe aktiviteteve fizike. Djali që 6 muaj është në trajnime. Kjo është hera e dytë këtu në Shqipëri. Para djave ishim edhe në Vlorë, për ndeshje tani këtu. Unë kam rreth 2 vite gjysmë që stërvitem. Sot kam ardhur për të bërë dhe herë tjetër kampion Shqipëria, edhe shpresoj të dalë sa më mirë. Të stërviten sa më shumë, të besojnë vetvete dhe një ditë të arrijnë qëllimin e tyre. Kam që 7 vjeç që merr arte marciale, kam filluar me taekwondo, pastaj kam vazhduar me mundje dhe boks. Dhe nëse mendon se është vonë, asnjëherë nuk është vonë të kthesh në një sport sepse prapë të ndihmon me trupin dhe shëndetin. Në një kohë kur digitalizimi i ka bërë të rinjt më pasiv, kreu i Federatës së Arteve Marciale Mikse, Arjan Rizaj, theksoi se aktivitetet të tilla janë shumë të rëndësishme për përfshirjen e të rinjve në sporte dhe largimin nga veset. Kemi organizuar kampionatin botror, kampionatin ballkanik disa herë, kemi marrë pjesë në para një muaj gjysmë nxorëm një sportist në vendin e 7 në Europë. Do marrim pjesë kampionatin ballkanik datën 8-16 maj në Beograd. Dhe pretendojmë marrim medalje sërish nxjerrim kampion ballkani. Dëshira, entuziazmi këtyre të rinjve nuk ndalet. Vazhdon përpara dhe ne duhet të jemi të suportojmë. Shumë i sigurt që MMA do shkojë lart dhe jam shumë i sigurt me të gjithë krenarinë që të qenit shqiptar, të ngrijmë këtë flamur lart, të ndërtojmë këtë brez sportistësh. Nga ana tjetër, presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar, Fidel Ylli, bëri thirrje për më shumë mbështetje financiare nga shteti për artet marciale mikse dhe sportin në tërësi. Njëri po të rrinë në rrugë dhe në për lokale, do ketë veset të tjera. Është më mirë që energji negative ta çfryn këtu, duke goditur thesë, duke u ndeshur me njëri tjetër dhe të jeni të sigurt që do të bëhen më të devotshëm për veten e tyre, për familjen dhe për shoqërinë. Sporti vetëm të zhvillon, sporti vetëm të socializon. Kjo federatë deri dje nuk është financuar fare. I kanë dhënë një buxhet minimalist vjet që nuk del as për një gjysmë aktiviteti, po megjithatë ne jemi në pritje që vitin tjetër të rriten buxhetet jo vetëm për këtë federatë, por gjithë sportin, se gjithë sporti i ka buxhetet për të dëshiruar. Rreth 30 sportistë të trajnuar nga Federata e Arteve Marciale Mikse kanë përfaqësuar Shqipërinë për aktivitete ndërkombëtare, duke sjellë rezultate pozitive dhe duke promovuar sportin shqiptar jashtë vendit.